14 vjeçarja Gjensila ka 6 muaj që i nënshtrohet kimioterapisë për shkak një tumori në veshka. Nëna saj, Mirjeta Bajrami, tregon mbi sëmundjen dhe trajtimin që po i bëhet në pediatrinë e QKK-s. Jam e knash për mjek këto, kanë shumë sjellje të mira, përkujdesen mirë, shumë mirë. Smujen që ka ik veshken, që 6 muaj është në kemoterapi, plotësisht është 9 muaj është që shtohën për i smujes. S'kam adhen qysh i kanë krejtë ata bornat këto i kanë. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti në këtë klinik janë regjistruar 25 raste të reja të kancerit të fëmijët, por fatmirësisht, sipas ushtruese së detyres së drejtoreshës së pediatrisë në QKK, Violeta Grajçevci Uka, rastet e kancereve të fëmijëve nuk kanë shënuar rritje. Numri i rasteve të reja me kancer që lajmërohen në klinikën e pediatrisë, gjithsesi në repartin e hematoonkologjisë, janë diku në raste të reja. 55 deri në 60 raste maksimum që lajmërohen brenda një viti. Komplet i kemi terapinë të cilën e japim këtu në repart, edhe i trajtojmë të raste dhe kemi rezultate shumë të mira në trajtimin e këtyre rasteve. Me qëllim të përmirësimit të kujdesit për fëmijët me kancer, një pjesë e fëmijëve që nevojitet trajtim më i ndërlikuar mund të trajtohen në njëra nga qendrat më të mëdha për kancerin e fëmijëve në Evropë. Qëllimi i vizitës është të punojmë së bashku për të trajnuar profesionistë shëndetësor për të përmirësuar diagnostikimin për të gjitha llojet e kancerit të fëmijët. Për disa pjesë shumë të ndërlikuara, fëmijët mund të trajtohen në qendrën tonë në Holandë. Pas kësaj, ata mund të kthehen sërish këtu dhe ne vazhdojmë t'i ndihmojmë në distancë. Vizita e tij është mundësuar me ndihmën e organizatës humanitare Care for Kosova Kids, e cila prej vitesh mbështet trajtimin e fëmijëve me kancer në Kosovë.